A e kuptoni ju se qa po bëhet sot Shqipëria, apo se kuptoni më? Rini 2 sekonda deri fund videos, se kjo që do t'ju them sot është një nga ato video që do t'ju lejmë mbresat pa para. Ajo që po më bën shumë përshtypje është që te kjo lulishte po shoh që janë dhe disa çuna që me sa po marr vesh kanë ardhur nga Anglia. Kanë lënë punët e tyre, i kanë hyrë për avionit të parë dhe kanë ardhur për të mbështetur protestën e Adriatikut. E kuptoni ju ç'i them më? Kanë ardhur nga Anglia për protestë. Jam Flakim Doda, jetoj aktualisht në Londër. Kam ardhur këtu të bëj një protestë kundrejt kësaj qeverie sepse e ndjejmë si atdetar dhe ja kemi bërë gjatë dhëut. Jam Magroni, vi nga Londra, kam 26 vite atje që punoj dhe kam biznes të mi atje. Kemi ardhur sot për protestë, jemi thirrur për protestë sepse ndjet diçka që nuk po shkon rregull. Imagjinoj kur vimi në protestë pse populli nuk qohet. Quhem Alban Kokallaj, kam ardhur nga Anglia që jetoj atje qysh prej vitit 1999, kam ardhur të protestoj para krye ajdutërisë. Sot jam me punën përpara kryeministrisë, ku po zhvillohet protesta e thirrur nga Adriatik Lapaj. Ajo që po më bie më shumë në sy nuk janë pankartat, por njerëzit. Janë shumë emigrantë shqiptarë që kanë ardhur nga Anglia, Gjermania, Italia dhe nga vende të tjera të Bashkimit Evropian. Kanë lënë punën e tyre të përditshme dhe janë këtu sot për protestë. Si djali i diasporës e shoh si detyrim moral që t'i bashkohemi atë dheu ton bashkë atletarëve tanë. Disa prej tyre jashtë kamerës më thonë se nuk duan që ta shohin më vendin e tyre nga ekrani i telefonit. Sot kanë zgjedhur që të jenë fizikisht këtu, përballë kryeministrisë, për të ngritur zërin. Pavarësisht se secili mund të ketë mendimin e vet politik, kjo pamje të bën të ndalosh dhe të mendohesh se kur njerëzit lën punën e emigrin për të protestuar këtu në Tiranë, diçka e madhe po ndodh. Dhe kjo është atmosfera sot këtu. Nuk është më çështje zgjedhje, kjo është detyrim përcaktim. Ne o do heqim të klasë politike, o do largohemi që gjithë, nuk ka rrugë të mesme. Ky është një nga momentet e fundit të protestës së ditës së sotme. Më bëri shumë përshtypje që sot kanë ardhur shumë njerëz që jetojnë dhe punojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Ata janë nga ata shqiptarë që mendojnë që Shqipëria bëhet. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.